Mirëmëngjes të nderuar shikues të AdyCNL, në fakt do të jetë një javë me diell dhe temperatura të larta përjashtuar ditën e sotme, e cila sipër inercie dhe sot do të ketë prezencë të rreshve, por sasi krejt të pakta, kryesisht në qendër. Fillimisht në qendër dhe shumë pak në veri dhe më pas në qendër dhe në jug gjatë ditës së sotme. Megjithatë, sonte në mbrëmje dhe gjatë natës dhe nesër dhe në vijim, mjaft ditë me diell dhe të ngrohta. Termometri në mesjavë pritet të ngjyrë sërish në 30 dhe mbi 30 gradë Celsius, që do thotë ditët e para të majit startojnë me temperatura tipike të verës, ndërsa rreshtet do të jenë të karakterit lokal, sikundër e tham, kryesisht në zonën qendrore, shumë më pak në pjesën tjetër të vendit. Era do të frymë me shpejtësi mesatare, me drejtim veri-lindor dhe verior gjatë gjithë ditës së sotme. Konkretisht, gjatë natës, por edhe në orët e paraditës së sotme, mote paraqitet me kthjellime, vranësirat janë të dukshme kryesisht në veri dhe në zonat qendrore, aty ku presim prezencë gjatë paraditës në momenteve të shkurtra me pika shiu në veri, ndërsa në zonat qendrore do të ketë afër mesditës prezencë të rreshjeve, jugu do të vijojë me kthjellime dhe vranësia kalimtare. Termometri mëngjesit të sotëm ka shënuar një rritje të lehtë krahasuar me temperaturat e fundjavës. Kemi nga 6 gradë në zonat e thellë malore deri në 14 gradë via bregdetare gjatë mëngjesit të sotëm, ndërsa sikundër e tham, duke ju afruar mesditës, fuqizojnë vranësirat në të gjithë territorin shqiptar. Paraditja momente të shkurtra me pika shiu në veri, ndërsa në qendër rreshja fat shkurtra. E njëjta situatë dhe në mesditë pas dite, sërish të mbeten prezente në qendër rreshjet e pakta, ndërsa do të kemi edhe përkohësisht prezencë të rreshjeve krejt të pakta, do thosha në zonat jugore, ku juglindja parashikoj që të ketë vetëm momente të shkurtra me pika shiu. Termometri mesditës së sotme shënon një rritje të lehtë krahasuar me fundjavën. Kemi një maksimum nga 20 deri në 23 për zonat malore, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri do qëndrojë në vlerat 25 apo 26 gradë Celsius. 26 presim sot maksimumin në rang territori. Nesër dhe në vijim kemi vetëm rritje të vlerave termike, një rritje graduale në orët e mëngjesit, ndërsa rritje më të ndjeshme me rreth 1-2 gradë në orët e mesditës, duke kulmuar në mesjavë, sikundër e tham, 30 apo 31 gradë Celsius. Ky është informacioni i parë për ditën e sotme, pra çadra duhet për të gjithë ata që jetojnë në zonat qendrore të Shqipërisë, ndërsa në 2 skaj të Shqipërisë mund të ka përcjell ditën e sotme edhe pa çadër. Do jemi sërish së bashku pas gati 30 minutash me motin në rajon dhe mos harroni në ora 8. Tendencat 5 ditore, detajet të vlerave termike nga dita në ditë, sikundër të detajet të tablo sinoptik.